2 dhjetor, Perëndia i madhërisëm i Marisë. Shpirti im e madhëron Zotin, dhe fryma ime ngazëllen në Perëndin, shpëtimtarin tim, sepse ai e shikoi me pëlqim për ulësinë e shërbëtores së tij. Sepse ja, tani e tutje të gjitha brezat do të më shpallin të lume, sepse i pushtetshmi më bëri gjëra të mëdha, dhe i shenjtë është emri i tij. Dhe përdëllimi i tij nga brezi në brez për ata që e druajnë. Ai veproi pushtetshëm me krahun e vet. I shpërndau mendjemëdhenjt me mendimet e zemrave të tyre. I përmbysi pushtetarët nga fronet e tyre dhe i ngriti të përulurit. I mbushi me të mira të uriturit dhe i ktheu duarbosh të pasurit. Ai e ndihmoi Izraelin, shërbëtorin e vet, duke kujtuar mëshirën e tij, ashtu si u pati deklaruar etërve tan, Abrahamit dhe pasardhjes së tij për gjithmonë. Luka 1:46-55. Maria sheh qartë diçka tepër të jashtëzakonshme rreth Perëndisë. Ai po bëhet gati të ndryshojë drejtimin e gjithë historisë njerëzore. 3 dekadat më të rëndësishme në të gjitha kohërat janë gati për të filluar. Ku është Perëndia? Ai po punon me 2 gra të panjohura dhe të përulura, njëra plak dhe shterp, Elizabeta, dhe tjetra e re dhe virgjëresh, Maria. Maria preket aq shumë prej këtij vizioni të Perëndisë, prej atij që i do të përulurit, sa që shpërthen në këngë, një këngë e cila njihet me emrin Magnificati. Maria dhe Elizabeta janë heroina të mrekullueshme në tregimin e Lukës. Atij i pëlqen besimi këtyre grave. Çfarë i bën më tepër përshtypje dhe që dëshiron të angulit në mendje Teofilit, këtij lexuesi fisnik, duket se është për ulësia e gëzueshme e Elizabetës dhe Marisë, ndërsa ato i nënshtrohen Perëndisë së tyre madhështor. Elizabeta thot, Luka 1:43, dhe nga po më ndodh kjo, që nëna e Zotit tim të vi tek unë. Dhe Maria thot, Luka 1:48, ai e shikoi me pëlqim për ulësinë e shërbëtores së tij. Të vetmit njerëz, shpirti i të cilëve mund ta madhëroj me të vërtetë Perëndin, janë njerëz si Elizabeta dhe Maria, njerëz të cilët e pranojnë gjendjen e tyre të përulur dhe mahniten që Perëndia i madhërisëm i përfill.